Në një mëngjes të muajit prill, prokuroria e Prizrenit ka mbledhur hetues të antidrogës për të nisur një operacion të kërkimit në një ndërtesë kolektive në të cilën dyshohet se është ndërtuar një plantacion droge. Një shtetas nga Shqipëria dyshohet se është bërë banor i lagjës dhe aty ka ndërtuar një laborator të drogës. Një ekip hetimor grumbullohet në prokurori për të hartuar planin e kontrollit dhe detajet e bastisjeve. Atër që kemi të rrështar? Prokuror, lidhe me rastin që kemi më masat fshefta, që kemi filluar dhe 2-3 muaj më parë. Sot kemi marrë një informacion që do të kryet një shitje narkotikëve në atë lokacion. Përkundër që kemi bisedu më herët që do të planifikojmë me urdhëresa, me kërkesa, për shkak situatës na vjen me vepru sot sa më shpejt, e mundshme. Po e qartë ju më njoftut paraprakisht edhe përmes telefonit, kështu që unë veç i fillova gjitha para përgatitjet që na me dalë edhe në teren, dhe ta njoftoj ta mbajt informuar edhe gjyqtarën e procedurës paraprake për faktin se ne kemi planifikuar me qenë se jemi që nga janari, duke zhvilluar masat veçanta hetimore në këtë rast, kemi planifikuar që të bëjmë kërkesë për orë dhe kontroll si që se këtë. Dhe jo mirë, po me qenë se tani është diçka urgjente, do ta mbajmë informuar edhe dispozita ligjore na lejojnë që të veprojmë si data tilla. Kështu që prej momentit që më kontaktut, unë e punova edhe pjesën e skicës, që faktikisht ta kemi qartë edhe vendin ku kemi shku, sepse ne kemi bisedu për mirë, po është njëri për rasteve që s'kemi pas ma herët që hetimet faktikisht të Gjakovës. Njësiti Gjakovës faktikisht i hetimeve për trafikimin me narkotik punojmë me prokurorinë tonë, kështu që me qenë se tereni është në regionin tonë, në bazë koordinatave që më keni dhënë, unë e kam përgatit këtu një pjesë ku veç jemi të sigurt që ato të jetë ky lokacioni faktikisht. E kemi nxjerrë lokacionin. Po pritet që në këtë pjesë faktikisht ne ta kemi vendin ku do të shkëmbehet narkotiku, edhe ku pritet që me gjas edhe të sigurohet edhe vendi ku dyshojmë për një laborator indoor të brendshëm. Kështu që po besoj që sa i përket pjesës tjetër, me qenë se është afati shumë i shkurt, a keni mujt me bisedu me njësitë të tjera, sepse na duhet edhe mbështetje. Nuk i dihet me çka kemi me ballafaqu aty, vetëm që kemi disa persona në masat veçanta. Kështu që a keni këtë pjesë a keni mbulu? Po, kemi mbulu. Kemi edhe njësinë e antidrogës Prizrenit, që do të na preferojnë. Gjithashtu njësitë të reagimit shpejt, një RSH, dhe patrollat tjera. Sot kemi nevojë, domethënë kemi mbulu me zyrtar. Është saktësisht vendi ku do të bëhet shkëmbimi? Aty është saktësisht. Mirë, edhe vendi ku pritet që ka me qenë laboratori. Laboratori. Sipas informatave që kemi, ka mundësi më konë edhe një laborator. Diçka tjetër a kemi për teren, na duhet diçka tjetër? Jo, gjithatë kemi përgatit. Mirë, atër me qenë se është edhe rasti urgjent, unë do të jem me juve së bashku. Kështu që çka do që të ketë në aspektin procedural, do të jemi së bashku edhe në aspektin juridik që mos kemi ndonjë ngecje. Kështu që është kohë të mbarë.